Ngjarja që përmend ti u kthye shumë shpejt në një moment viral, jo vetëm për shkak të situatës së papritur, por edhe sepse publiku shqiptar është gjithmonë shumë i ndjeshëm ndaj momenteve spontane në ekran. Ajo që ndodhi mes Brikenës dhe Mateos gjatë atij momenti u komentua në mënyra të ndryshme, disa e panë si diçka qesharake, të tjerë si të sikletshme, ndërsa një pjesë e publikut thjesht u argëtua me reagimet në studio. Gjithçka nisi si një moment i zakonshëm afeksioni, një puthje që në kontekstin e spektaklit nuk është diçka e pazakontë. Por ajo që e bëri situatën të shpërthejë në rrjetet sociale ishte pikërisht ajo sekondë e papritur kur fustani i Brikenës u ngrit pak më shumë se ç'duhej. Ishte një moment i shkurtër, por mjaftoi që kamerat ta kapnin dhe publiku ta vinte re menjëherë. Reagimi i Ledionit në ato çaste ishte gjithashtu pjesë e spektaklit brenda spektaklit. Ai u duki befasuar, me një reagim instinktiv, zgurdëllimi i syve që u bë menjëherë meme në rrjet. Pikërisht këto detaje e bëjnë televizionin live kaq të paparashikueshëm. Askush nuk mund ta kontrollojë plotësisht çfarë ndodh në çdo sekondë. Nga ana tjetër, mënyra si reagoi publiku ishte tipike për rrjetet sociale shqiptare. Brenda pak minutash, videot u shpërndan kudo, u shoqëruan me komente, batuta dhe meme. Shumë njerëz qeshen me situatën, duke e parë si një moment të pafajshëm dhe njerëzor, sepse në fund të fundit gjëra të tilla ndodhin dhe janë pjesë e spontanitetit. Por pati edhe një pjesë të audiencës që analizoi më thellë, duke diskutuar për etikën televizive, për mënyrën si trajtohen këto momente dhe për presionin që personazhet publik kanë kur çdo lëvizje e tyre vëzhgohet nga mira sy. Brikena vet, në këto raste, zakonisht përballet me një vëmendje të papritur. Një moment i vetëm mund të kthehet në temë diskutimi për ditë të tëra. Kjo është një nga anët më të vështira të qenit në ekran. Edhe një detaj i vogël mund të zmadhohet dhe të marrë për masa që ndoshta nuk i meriton. Ndërkohë, marrëdhënia me Mateon u vendos në qendër të vëmendjes, edhe pse momenti në vetvete nuk kishte ndonjë domethënie më të madhe se sa një shfaqje afeksioni. Por publiku shpesh i lidh këto gjëra me narrativën e spektaklit, duke krijuar histori, interpretime dhe ndonjëherë edhe dramatizime të panevojshme. E gjithë kjo situatë tregon edhe një herë se sa shpejt një moment i vogël mund të kthehet në fenomen online. Në epokën e rrjeteve sociale, çdo reagim, çdo shikim, çdo detaj bëhet material për diskutim dhe argëtim. Në fund, ajo që mbetet është fakti që publiku shqiptar ka një sens humori shumë të zhvilluar dhe reagon menjëherë ndaj situatave të tilla. Disa e panë si diçka për të qeshur, disa si moment të sikletshëm, por për disa ditë me radhë, ky episod ishte në qendër të vëmendjes. Nëse e sheh më ftohtë, është thjesht një moment live që doli pak jashtë kontrollit, diçka që e bën televizionin më njerëzor, më real dhe ndoshta edhe më tërheqës për publikun.